Në vitin 1990, Bernard Lewis shkroi famshëm për rënjët e zemërimit musliman. Eseja e tij, së bashku me vepra të tjera me ndikim të prodhuar në vitet 1980 dhe 1990, ndihmoi në krijimin e një epoke analizash mbi ekstremizmin dhe dhunën politike në botën me shumicë muslimane. Vlerëson analizën e tij Mohammed El Masri, profesor i studimeve mediatike në Institutin e Dohas. Puna e Lewisit, si edhe ajo studiuesve të tjerë orientalistë dhe analistëve, minimizoi imperializmin dhe agresionin perëndimor dhe u shoqërua me esencializëm, egzagerim dhe shtrembërim. Megjithatë, një pjesë e studimeve që pasuan, veçanërisht ato që shqyrtonin grupe militante si Al-Qaeda dhe ISIS-i, trajtuan një fenomen real. Këto grupe ekstremiste muslimane të skajshme kanë shkaktuar dhunë masive dhe studiuesit janë përpjekur të analizojnë faktorët politik, socioekonomik dhe fetar që mbështesin ideologjitë e tyre ekstremiste.